Pas dakurcisë në Komisionin e Jashtëm dhe 5 orë diskutimesh në parlament, majoranca dhe opozita miratuan me konsensus projekt rezolutën për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 114 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, miratohet projekt rezoluta. Mes shumë angazhimeve të ndërmarra për kontroll parlamentar mbi ekzekutivin dhe çdo institucion tjetër kushtetues, rezoluta thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës, si dhe nënvizon faktin se nuk do të pranohet asnjë nismë që nuk synon antarësim të plot. Dokumenti u lexua në seancë plenare nga kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani. Të refuzoj çdo nismë, akt apo veprim që devijon nga kursi i qëndësishëm i antarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i grupit parlamentar socialist e shfrytëzoi fjalën e tij për të folur për projekt rezolutën, për të cilën palët arritën dakordsinë. Kuvendi ka pasur dhe duhet të ketë rol qendror. Unë nuk i iki këtij angazhimi si kryetari i grupit shumicës, por roli i opozitës është i pazëvendësueshëm. Pavarësisht votës pro dhe këmbguljes që dokumenti i qeverisë të lexohej i plot për të informuar qytetarët, Sali Berisha kur mori fjalën i akuzoi socialistët për hipokrizi në raport me integrimin. Ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen. Raporti thot duhet zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Kush i shkel ato jeni ju? A jeni ju pengesa kryesore shqiptarëve në integrim? Edhe Gazmend Bardhi në të njëjtën linjë me kryetarin e tij tha se Edi Rama po e bllokon procesin e antarësimit. Nuk është se ndonjë vend antar i Bashkimit Evropian na e ka me hile. Se është Edi Rama që na e ka me hile. Socialistët u kujdesën të mos e prishin konsensusin e arritur dhe nuk replikuan me kundërshtarët. Ministri i Jashtëm që foli përpara Berishës siguroi edhe një herë se nuk ka bllokim dhe se dialogu parlamentar është i rëndësishëm për procesin. As nuk është bllokuar, as nuk është ndaluar, as nuk është vetuar nga ndonjë shtet antar. Përkundrazi. Por në mungesë të debatit me kundërshtarët, momente të tilla pati mes vetë socialistëve, kur Niko Peleshi nuk e lejoi Ulsi Manjën të merrte fjalën për replik me Sali Berishën. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Unë nuk jam Niko. Ju lutem. Me përpjekjen e tij për të bërë diversion mes të majtëve, kryedemokrati pati replika edhe me Elisa Spiropalin. Si ka mundësi? Ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Sali je i pabesueshëm, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë.